Kthehemi me pjesën e dytë të dashur të nderuar shikues e dëgjues të rrugëve pendimit në saktë emisionit Drita së Vërtetës, pjesës kontaktuese drejt për drejt, qoftë përmes numrit të telefonit plus 383 45 471 848, tek e njëjtë numër në gjendjen e Viber e WhatsApp. Mund të na shkruani pyetjet tuaja për temën ose rast temës ose për Islamin dhe rreth Islamit tek rubrika dërgo mesazh. Sonte ose dhe gjatë javës dhe ne do të përgjigjemi në orarin tonë të rregull deri në orën 21:30 minuta. Gjithmonë falenderues edhe ndaj kolegut tonë nga regjia e kushtrimit për punën që bën për të ardhur ne me zë e me pamje pranë ekranit tuaj televizorit. Poshtë ti i keni pastaj edhe numrat, ose keni numrin, i keni edhe adresën ku i bëni pyetjet tuaja. Ju falenderojmë shkon sonte edhe për vizitorët që i patëm në studion tonë, Gurbeçare Vendas, për na nderuar me vizitën e tyre. Pa nga afër për punën që bëjmë ne dhe ku zhvillojmë emisionet tona. Përderisa na lajmërojnë nëse kemi dikën ose jo në linjë telefonike, ne nisim pyetjet e dërguara me shkrim. Nisim me pyetjen e parë, thotë cilat janë gabimet dhe lëshimet e mundshme që ne namazlinjt, të rinjt apo edhe ne që falemi me kohë të gjatë mund t'i bëjmë gjatë faljes së namazeve ditore, pa vetdije apo pa dëshirë, lëshimet më saktë që mund t'i bëjmë. Bismillahirrahmanirrahim. Kjo nuk mund flitet në vija generale, edhe me thonë çto gabime janë ose këto gabime janë. Kjo është relative, nuk më bëni gabim. Që është veç jot. Po, që është ajo më karakterizon veç mua, po vetëm mua përcjell ajo. Ti më është me bëni gabim tjetër, dikush një tjetër, kështu që cilat janë këtu nuk janë me pika, që me thonë ti numërojmë 3 pika ose 2 pika ose 4-5 pika, çto janë edhe pikë. Zoti e din gabimet lloj-llojshme, veç 20 e din cilat janë ato, nuk ka diçka që mundna me thonë veç ato edhe kaq. Secili e din veten e vet çfarë mund gabon, po që ka gabime ka goxha shumë edhe që kanë nevojë besimtarët musliman me mësu falen namazit prej fillimit një pjesë e madhe. Bashkëtamon prej fillimit do të më nis. Prej tekbirit fillestar kur e merr, që thot Allahu Akbar, e deri kur t'jap selam. E disa do të edhe para se të hyjë namaz me mësu farzat e namazit, sepse nuk i din cilat janë farzat para se të hyjë namaz, ndërsa disa nuk i din as farzat pas se të hyjë namaz, e disa nuk i din as vajxhibet e namazit, edhe nuk e din as ku e prish namazin, edhe nëse e prish çysh do të më plotësua, çysh do të më bëse sejdë, që është këtë temë. Mos ndoshta për këtë pjesë për ditë shka me nuk e di konkretisht ka shumë gjëra që na nuk mundemi ndoshta për një natë absolutisht me i përmbledh sa gabime të bën, Zoti na drejtoft e na udhëzoft. Vazhdo me pyetje tjera. Derisa të mësojmë vetë mirë, a bën të më pri nëna në namaz, sepse po ndihem më i qetë dhe më i sigurt nga gabimet dhe lëshimet e mundshme që mund t'i bëj gjatë faljes. Kjo është vajza çka është? Ka djalë. Më i qetë, po thotë. Më i qetë, jo s'lejohet, jo von. Nuk mundet gruaja me i pri në namaz burrit. Burri pri në namaz. Nëse është kjo me djalin, djali i pri nanës në namaz, jo nëna djalit, nuk ka mundësi. Kemi telefonat ama në djerezi, alo noni? Alo noni? Ne kemi telefonuesin ose telefonuesen në linjë, me mirëpresim. Selam aleikum. Aleikum, selam, jeni drejt për drejt në rrëtëve pendimi, noni? Po, unë kam një pyetje për hoxhën. Po, veçur më re. Nona ja ka nisni agjeru tonën edhe të ajten, tash para Ramazanit, edhe të ajten që ke nota e regojve, nona ka agjeru. Tani ne të mirësh që tha agjerimi për këtë ditë është bidat, ama njëti, asë ditë që e ka agjeru është se që ka nisë me agjeru tonën e ajte edhe ato ditë e humbura të Ramazanit për i kompenzon që tash. Të me thonë 2 njëtë për një ditë, apo nuk u ka njëtit për qatë notë madhe ma agjeru. E tash është bërë marak që a duhet me kompenzu qatë ditë apet, apo nuk ka pas lidhje që ka agjeru me mjetë tjetër që së dite. Nëse që kam kuptani. Po pak. Agjerim, po më duket është bërë me njëtë për ditën e ajtë, apo ka radhë dita e natës madhe, nëse jemi... Po, pikrisht ashtu. Okay. Po mira, nata nuk agjerohet. Nona nuk e ka pas agjerimin, nuk e ka pas njëtin për në agjeru qatë natë, po ka qëllu dita ajte që për agjeron tash tonën edhe tajten, u kanë njëti për në agjeru ditën e ajte edhe ditët e humburat të Ramazanit.
Në rregull. Së kanë njëti me agjeru që ato të madhe. Në rregull. Tash e përgjithëm inshallah. Natën e mirë. Sa i përket agjerimit në muajin e Rexheb, askund nuk shkruan se duhet me agjeru muajin e Rexheb të tërin. Pra nuk ka ndonjë argument se duhet me agjeru të tërin. Askund nuk shkruan se muaji Rexheb edhe muaji Shaban edhe muaji Ramazan janë muaj të shejt, se po i dëgjoj dikush po të kanë ardhur 3 muaj të mëdhej, dikush po 3 muaj të shejt, dikush diçka tjetër. Na duhet me kuptu se Rexhebi është muaj i shenjt, vetëm Rexhebi, po jo edhe Shabani edhe Ramazani. Se muajt e shenjt janë 4. Muajt e shenjt janë 4. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram edhe Rexheb. E kur ka ardhur muaji Rexheb, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka bërë diçka të veçantë. Veç ka bërë do, ka thonë o Zot na begato në Rexheb edhe në Shaban, edhe na mundso të arrijmë muajin Ramazan. E prej punëve të mira që mund të bëjmë gjatë këtij muajit të Rexheb, është me i shtu të mirat, me u largue prej të këqijave, se edhe të mirat edhe të këqijat muajin Rexheb shumë fishohen, ma shumë, për shkak shejtërisë së muajit. Tjetër, me agjeru sa ma shumë gjatë këtij muajit, hanë e tejte, ditët e bardha, e kështu me radhë. E tash nata e madhe ka qëllue, po thotë kjo motra tejte. Nata e madhe është nata e Kadrit. Një natë është e madhe gjatë vitit, edhe ajo është nata e Kadrit, që ka përmend Allahu në Kur'an. Tash nona ka xherue ditën e Ejte, ajo s'ka të bëj kurgjë me natën e Kadrit, i ka xheru ditën, s'ka xheru natën, edhe ka xheru me niyet me i kompensu ato ditët që të kanë mbet prej Ramazanit, në rregull është agjerimi, inshallah është i pranuar, ama që me thonë ka valla agjerim caktuar në muajin Rexheb për këtë ditë apo për këtë natë, nuk ka diçka të veçantë. Nuk ka diçka të veçantë absolutisht, dhe nuk duhet me veprua diçka, apo nuk duhet me bë diçka pa pas argument. Ose nga Kurani, ose nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose nga sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që agjerimi i kësaj motës është në rregull, se ja ka bërë agjerim për Allahun, që me la borxhin, edhe ka agjeru që ka qenë ditë e Ejte, që është e preferuar agjerimi i ditës së Hanës dhe ditës së Ejte, edhe agjerimi është në rregull. Inshallah. Vazhdojmë me pyetjen e radhës me shkrim, derisa kemi telefonatën e radhës. Thotë në Islam si çndron puna para pagimit të atyre shërbimeve, të cilët ne shpesh po bjen edhe mos me i marrë të tërat. Për shembull, sigurimi shëndetësor për makina, si dhe bartjen e makinave, e të shërbime. Sigurimet, çka janë obligative, do të me i kryer. Ti makinës kiçare, pa e bo ato sigurimin vjetor. Së të regjistrojnë heq. Që s'po mënesh me regjistru. E derisa e ki obligim, e bën. Edhe si merr të shërbime ndoshta kur të njëjtën. Për ata dhe sigurimi vullnetar nuk është në rregull. Mos shkati me bë sigurim nëse s'ta kërkon shteti, nëse se ki obligim, se si merr ato shërbime asnjëherë. E dhe që ka njëri 40 ka vozit, kur një ndeshë thëtë se këmë bo, kur një euro nuk e ka marrë. Mu kompensu, mu këthyje. Se ka qenë shofer i disiplinum, i kujdesshëm. Tjetëri, çdo vjet i bën 3-4 ndeshje, aksidente, ku dione, merr kompenzim, ku ta di çka bën. Andaj, ato sigurimet, makina, apo kujt do të qofshin, çka janë obligative, do të me zbatu për shkak që po obligohemi, se s'po mundemi me dal në komunikacion me makinë, me kerr. Ato që janë obligative nuk do të më kryer. Nuk ka nevojë dikush po të pe sigurej vetëm. Për çka pe siguron vetëm? Shtëpinë. Po sigurej ato, pe sigurej ato, pe sigurej ato. Mos po ndodh, mos po ndodh. Sigurej edhe tokën se mos po të shon toka. Ose sigurej edhe qilin se mos po na bjen qilli mbi kokë runa zot. Edhe kompanitë e sigurimeve sot janë kompanitë më profitabile, përfituese që përfitojnë sepse marrin shumë e s'japin kurrë ose japin shumë pak. Bën me këshirë filxhan edhe sa bëjmë gjëna nëse e kthejmë atë qoftë edhe për hegare, për të kaluarën që kemi bërë qysh me kompenzu nëse në llogaritet si gjëna.
Me shikua në filxhan, kjo është prej shenjat të ignorancës. Ignorantët e bojnë këtë, njerëz të padijshëm, njerëz të pangritun, njerëz të pashkollum, njerëz që nuk e njohin fen i bojnë këto gjëra. Është haram, domethënë, si veprim është haram. E tani me besu është edhe më shumë e ndaluar. Me besu aty diçka që ka. Kjo është Hagar, po thotë tash. Kjo është diçka shumë e dhimbshme, besimtarë me marrë filxhane, me shikum edhe me thonë, jo kjo, jo ajo, ku ta dyne me ato rranat, ato mashtrimet, ato dalloveret që bëhen aty. Besimtarët musliman nuk duhet me bë këtë asnjëherë, as seriozisht e as për hajgare. E po tash kush e ka bë, do të më pendu sinqerisht. Mas pare që e ka bë, e së dyti që ka besu se ai që po e shikon filxhanin po din diçka. Asnjë sen nuk din. Veç din me i mashtru njerëzit, me i rajt njerëzit. Se s'ka asnjë shenjë aty, asnjë element nuk ka që të tregon jo kjo, jo. Vetëm varet çfarë mashtruesi, çfarë matrapaz është ky që e shikon. Ose çfarë matrapazje është ajo që e shikon, çfarë gënjeshtare që din me rajt, se dikush të rran. Dikush din me të rajt aq mirë sa që të mashtron edhe mendon ti se po e qëllon. Andaj ky lloj falli është prej gjunave të mëdha dhe do të me u pendue me emër për këtë gjuna dhe do të me u largu dhe nuk do të me përsërit më ato që e kanë bërë përpara. Cilat janë shenjat dhe mënyrat e mbrojtjes nga mësyshi dhe syri i keq? Nga mësyshi, nga xhelozia dhe nga të tjerat kemi mundësinë në dy mënyra. E para se të na godas. Para se të na godas mësyshi apo xhelozia. Qysh? Duke fal namazin në rregull. Tjetër, pas çdo namazi me bë dhikrin. Tjetër, sa më shpesh me lexue surën El-Fatiha, Ayatul Kursin, surën El-Ikhlas, Kul huwallahun, surën El-Falaq, Kul a'udhu birabbil falaq, surën El-Nas, Kul a'udhu birabbin nas. Sa më shpesh, e sidomos në mëngjes edhe mbrëmje më shumë. Kjo është para se të na godas. E nëse na jemi në rrezik për me na godit mësyshi apo xhelozia, atëherë kur mendojmë se dikush po na mësyshton, çfarë themi? Masha Allah, la quwata illa billah. Ndërsa nëse shikojmë dikon, edhe lakmojmë, edhe na pëlqen, çfarë themi? Themi Masha Allah, tebarek Allah, la hawla wala quwata illa billah. Pra, e para keme mbrojt para se të na godas, e dyta në momentet që pritet me na godit mësyshi, neve ose na me godit dikon me mësysh, se dhe na mujna me mësyshu dikon. Dikon që duam dhe i kalojmë kufit e normales, unë është me mësyshue. Atër çka thue? Atër thue Masha Allah, la quwata illa billah, ose Masha Allah, tebarek Allah, ose Masha Allah, Allahume barik, e kështu me radhë. Kemi telefonat në bërë me di regjia me sa kushtrimi. Alo, urdhani. Jeni në linjë nëse... Ja, nuk po dhe... Po, urdhani. Kam i pyetje për hoxhën, inshallah. Po, veç urdhani. Unë desha me pyet hoxhën, inshallah, një person që agjeron gjithë vitin ditë e bardha dhe hanë tete, a mundet të agjeroj Recep, Shaban dhe Ramazan pa shkëputje? Po, pyetje tjera? Ja, Allah është për letë në Amen. mundin në valojtë. Selam alaikum. Amin, dhe ju. Tash e mani përgjigje, inshallah. Se përket agjerimit gjatë gjithë vitit të ditëve të bardha, që janë 3 ditë e muaj, dita 13, 14, 15 sipas muajve hënor, sipas kalendarit hijrik. Agjerimi ditëve e hanë dhe ajte, kjo është në rregull shumë, edhe shumë punë e mirë, sepse pas agjerimit farz nuk ka ndonjë agjerim tjetër më mirë se agjerimi vullnetar, që është i këtyre ditëve, për të cilat na ka porositur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur vjen muaj Recep, është si shprehitet disa të moshave të shtyra që janë më të vjetër, ata prej devotshmërisë, prej dashurisë madhe që kanë, agjerojnë Recepin të tërin, Shabanin dhe Ramazanin, 3 muaj bashkë. A është në rregull? Nuk është në rregull. Nuk është në rregull. Duhet me i nda
agjeron një pjesë të muajit Rexhep, pastaj vjen Shabani, agjeron shumicën e tij nëse dëshiron, po jo të tërin, ndërsa i tëri komplet agjerohet vetëm muaj Ramazan. Agjerimi i 3 muajve komplet, pa ndërprerje hiç, kështu me vazhdu me ngjit me Ramazan është gabim. Një praktik të tillë nuk e ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as nuk e ka vepruar vet, as nuk na ka porosit neve, as nuk na ka këshilluar që të agjerojmë 3 muaj komplet njërin pas tjetrit. Por ka agjeruar disa ditë në Rexhep, ka agjeruar shumë ditë shumicën e muajit Shaban, e pastaj kur ka ardhur muaji Ramazan e ka agjeruar të tërin. Kjo është ajo rruga më e mirë për të agjeruar këta muaj. Pra, disa ditë të muajit Rexhep, shumicën e muajit Shaban dhe komplet muajin Ramazan. Kemi telefonatën e radhës, nëse ende është në linjë, nëse jo, me mirë kujtim presim që telefonuesit të na telefonoj përsëri. Në regjia kemi në linjë apo ende jo? Selam alaikum. Aleikum selam, urdhën e jeni drejt për drejt. Përshëndes, vazhdim e paraqitje të misionin nga Gjermania. Edhe ne përshëndesim të ndërru. Faleminderit, përshëndes edhe hoxhën e nderuar. Kam vetëm një Faleminderit Allah që përbleft. kam një pyetje, është çështja e zakatit. Do me thonë, dihet me fili se ne zakatit do me thonë për fukara dhe për njerëzit që kanë nevojë, por njëherë për ta pyetën, do me thonë për xhami me rronë dhe ata më kanë thonë që do me thonë për xhami nuk bën, po shkretë në rregull, po. Më intereson dhe ditën, qofse tash, këto xhamia që po ndërtohen prej themelit, do me thonë si kjo xhamia e madhe, për shembull, që ka ndërtuar në Prishtinë, ose këto tribunat që përvohen këtu në Gjermani, a kem drejt këtë rast për me dhënë zakatin, kur fillon prej, do me thonë prej themelit. Ju përshëndes, Allah ju ruajt, e inshallah një ngrohtë Allah të zotë. Allah është përbleft aty. Selam shumë kushtrimit. Aleikum selam. Aleikum selam në mund ti. Po, vëllai ndërru. Tash e merr përgjigjen inshallah. Po, sa i përket zakatit është obligim për ata të cilët e plotësojnë ato kushtet, e plotësojnë atë shumën e caktuar për zakat. Ndërsa kujt i jepet zakati, Allahu e ka precizuar dhe nuk mundemi ne o xhallarët me shtu se me hjek diçka, ato janë ato kategori që i ka përmend Allahu, që janë 8, i ka përmend Allahu në surën At-Taube, në ajetin e 60. 8 kategori që lejohet me dhënë zakatin. E në mesin e atyre 8-ve asku nuk përmendet xhamia, as në mes, as në fund, as prej fillimit. Kështu që xhamia ndihmon me mënyra tjera me sadaka, ndërsa zakatin u jepni atyne që është hisja e tyne, se zakati është hisja e nevojtarëve, janë ato kategoritë e caktuara që i ka përmend Allahu te bareke ve taala, dhe nuk ka lidhje xhamia është në fillim, është në mes apo në fund, për xhamia nuk i jepet zakati, sepse nuk përmenden në asnjërin prej ajeteve kuranore që i përmend Allahu ato kategoritë që meritojnë zakat. Përmenden edhe tribunat. Ja. As për tribunat. Tribunat ato organizatorët i organizojnë me fondet e tyne që i kanë aty. Jo me, nuk besoj dikun që organizojnë tribune për Evropë apo në Kosovë me parë të zakatit. Nëse është i kënaqur në rregull, nëse sot mund të telefonoj dëgjues shkuesi në rregull. Thotë ju përshëndes, selam aleikum nga Belgjika. Gjatë faljes së namazeve, përveç leximit me zë të ulët të ajeteve kuranore në arabisht, në heshtje po e lexoj edhe në shqip sepse po plotësohem kur po e di komentin e asaj çfarë po lexoj. Nuk po e përjetoj si ngarkesë përveç për të më ditë apo bëj gabim. Gjatë faljes namazit farz, po e lexon suret arabisht me zon sameni, pastaj në heshtje po lexon edhe shqip se po thot po plotësohem në namaz kur po di se çka kam lexuar edhe arabisht. S'po më duket ngarkesë, po duhet më ditë është gabim. Në rregull, sa i përket falës namazit, namazi është i lehtësuar ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Asku nuk përmendet që të lexohet një herë në origjinal surja Al-Fatiha e pastaj përkthimi i domethënies së ajeteve të surës Al-Fatiha apo të surës Al-Baqara apo surës Ali Imran apo An-Nisa kështu me radhë. Pra, është gabim
të lexohet ndonjë gjuhë tjetër jashtë originalit. Është gabim të lexohet diçka tjetër jashtë originalit. Po në tash po du me kuptu, hani kur të kryesh namazit i merr këqyre, çka po thot surja El Fatiha, çka po thot surja cilën e ke lexu për zom Ez-Zilzal, apo surja Wad-Duha, apo Wat-Tini, apo surja cilën e ke lexue, kur farë problemi nuk është, mirë po, gjatë namazit e lexon vetëm originalin edhe nuk vazhdon tutje. Po thot, i përshëndes juve dhe hoxhën e studiut që 11 vitën e ka vdekë nona dhe gruaja që baba e ka marrë në vazhdimsi po na bën turistni, mu si vajza dhe vllaznia se motër tek përzierja jonë në hise, kujt më drejtu për zgjidhjen e këtij problemi në mesin e hoxhallarëve. Sa i përket trashëgimisë, baba pse është martuar masi ka vdek gruaja, krejt në rregull është edhe ashtu është mirë, me u martue. Ashtu është në rregull me u martue, kur të vdes gruaja edhe gruas kur të vdes burri, është në rregull me u martue. Nëse janë të afër martesë, kuptohet. Pastaj trashëgimia është e precizuar ajo është. Nuk ka diçka aty me koranikie, tash s'po di ku jetojnë këta personat, po në atë lagje apo në atë qytet ku jetoni, drejtohen te imami i lagjës, apo imami i fshatit, apo ku jeni ju aty, edhe ulni bisedoni me ta, edhe i qitni krejt ato, do me thonë, hiset kush çka është aty, kush është burri, kush është gruaja nëse ka fëmijë ka një hise tjetër, nëse ka vajza ka hise tjetër, nëse ka djem ka hise tjetër, nëse ka vajza djem hise tjetër, e kështu me radhë. Pastaj edhe djemt e kanë hisen, edhe vajzat e kanë hisen, edhe secila merr hisen e vet, i ka përmend Allahu në Kur'an këtu, me 3 ajete kuranore të gjata i ka përmbledh këtë trashëgimin. Në rregull. Pyetje pak e përgjithshme, po thotë si jemi muslimanë të mirë në këto kohë vështira, sprovesh, sulme, se madje edhe lutrash që po bën për çdo ditë kundër nesh. Allah ju shpërbleft. Po, muslimani mirë, si këto kona, si ma herët, si ma vonë, letë është me konë. Me punu me ato që ka urdhnu Allahu te bareke ve taala, me pas frikë Allahun te bareke ve taala, edhe me pas parasysh se çdo vepër, çdo punë, çdo fjalë që bëjmë, e lëshojmë, për të kena me dhonë llogari. Pra letë është. E ke frikë Allahun, punon me ato që ka urdhnu Allahu, ndalohesh, largohesh për ato që ka ndalu Allahu, llogarit ditën që ki me dalë para Allahu te bareke ve taala, je i kënaqur me ato që ta ka dhënë Allahu i madhruar, edhe kështu e kalon jetën i lumtur, e kalon jetën i qetë, sepse i bindur se këtë ato çka po ndodhin janë caktimet hyjnore të Allahut që janë të mira për neve, dhe pse ne nga njëherë nuk i akceptojmë apo nuk i konceptojmë si të mira, se njerëzit kur diçka ndodh në sprovë një fatkeqësi mendojnë që i ka ndodhur keq, nuk e dinë që ka shumë hajër në ta. Kështu që nuk është vështirë. Veç përmbajo Kur'anit edhe rrugës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sunetit e tij, në çdo sen është pastaj lehtë. Mi presin telefonatat në +383 45 471 848 dhe për të numër ose në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgo mesazh. Përderisa kemi telefonat në anës, ne vazhdojmë me pyetjet e dërguara në redaksi tek aplikacioni ose web pa që dërgo mesazh. A bën të bëjmë dhikr, e kena 2 pyetje në një, a bën të bëjmë dhikr me gishta por mbi dorza? A konsiderohet kjo dhikr? Nëse se prekim gishtat, ndoshta ka pas drejt gishtat, dhe a konsiderohet falja namazit në kohë, vetëm kur thret ezani apo deri para se me hyn namazi vijos? Se përket dhikrit, po, mundesh me bo edhe me dorza, edhe pa dorza, me rëndësi është ti me çu dhikrin në vend, me thonë, për shembull, mas namazit nëse është ftohtë, edhe të narthin dorë, ti në dorzat, po ti me rëndësi është me 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 Allahu akbar. Njëna prej mënyrave, se ka edhe mënyra tjera dhe më pak mundesh me thonë.
dhe nuk ka gjë të keqe. Sa i përket kohës së namazit, koha më e mirë është kur hen namazi, kur thirret ezani, mas ezanit, ajo është koha më e mirë, edhe vendi më i mirë është në xhamia. Për ata që kanë mundësi, kanë xhamiat afër, janë të lirë, pra me thirrjen e ezanit, me fal namazin, me xhamat nëpër xhamia. Nuk kena mundësi atëherë presim thirrjet e ezani edhe falmin nëpër shtëpia nëse nuk i kemi xhamiat afër, apo falem nëpër institucione qofshin publike apo private, kudo që je falesh. Mirë po, ka hapësirë, ka komoditet për ata që nëpër puna, nëpër shkolla, në studime, që edhe nëse nuk munden me thirrjen e ezanit, atëherë falen pak më vonë. Po patjetër para se të vijë koha tjetër më u fal. Nëse të nxen koha tjetër, atëherë nuk është, domethënë, në rregull, nuk është në rregull. Në cilat raste është lejuar, i pëlqyer, i urryer, i detyruar, në cilat raste ndoshta edhe i ndaluar kurbani? Ka bërë edhe një herë se... Në cilat raste është i lejuar, në cilat raste është i pëlqyer, në cilat raste është i urryer, në cilat raste i detyruar, dhe ndoshta në cilat raste është edhe i ndaluar fare kurbani. Një kallabllak mori pyetje. Nuk e di për çfarë qëllime ka bërë këtë pyetje, mirë po inshallah taala tash të ketë as po kujtohet përgjigja. Në cilat raste i lejuar, për nisë kur është i lejuar kurbani? Parimisht ai kurbani është i lejuar. Parimisht, domethënë kurbani të thirr kur të duash. Kurbani që është obligativ, ai thirrët vetëm kohën e kurbanit. Inshallah taala unë do të marr këtë pyetjen edhe do të shoh Po perujë, si pyetje po, ruje si pyetje edhe i përgjigjem inshallah javën tjetër nëse nuk harrojnë, nuk kanë fat problem. Sa është në të vërtet e obligueshme në Islam vënia e mbulesës, sepse atë si pjesë traditës e kanë edhe shumë kombëve të tjerë, dhe cili është problemi apo edhe ndëshkimi për mos vënien e saj. Pyetje pak provokative, ç'n kam punës. Sa, çuçi edhe një sa është? Sa është i detyrueshëm më të vërtet në Islam vënia e mbulesës, sepse mbulesa është si traditë tek shumë kombe. S'ka të bëj këtu me traditë kurrë vllai nderuar. Ti bën e pyetjen, tani na përgjigjemi. Ja tash ky pe bën pyetjen, tani po ma kallzon mu pak edhe çish mi përgjigj si masatina, po nuk ka të bëj me traditën kurrë heq. Për traditë kurse kisha qit mbulesën për shembull te gat. Për traditë. Pse më qit për traditë? Sa është i obligueshëm. Farz është, urdhën i Zotit i prem. Çka do thotë kjo? Kush e praktikon shpërblehet, kush nuk e praktikon dënohet. Çështu është dispozita. Dispozita e farzave, qoftë mbulesa, qoftë agjerimi, qoftë zakati, apo namazi, apo kushdo qoftë. Çdo sen që është obligim, urdhën prej Zotit, kush e praktikon shpërblehet, kush e lën dënohet. Sa i përket punëve vullnetare, që janë nafile, sunete, kush e praktikon shpërblehet, kush e lën nuk dënohet. E këtu s'ka të bëj me tradit, çfarë tradite? Këtu kërkon se përmen Allahu në Kur'an, që qëtë një mbulesat se është tradite këtyne apo tradite atyne. Nëse këna morë mbulesën as prej turqve, as prej arabëve, as prej evropianëve, e këna morë prej fesë. Edhe për shkak të fesë e mojnë, ase për ndryshe se kështu marrë heq. Po? Pyetja radhës thot, fatkeqësisht në vendin ku punoj thot kibla vjen në drejtim ka është edhe WC-ja. Është muri të mëndarës, për përveç se unë ka mendosur edhe një dras, apo më falë që në drejtim. Po, si të ka murë ndarës, s'ki nevoj me qitë heq. A runa zot, me qenë aty pa murë, du të me qitë diçka me nda, sepse nuk lejohet në drejtim toaletit me falë, mirë po nëse është muri ndarës, mëra pa muri që ka, ajo nuk është pastaj problem, nuk është qetësues shumë. Jam pak thot mbi peshë dhe për çështje dietale, tash sa kohë përdor një terapi të caktuar, përfshirë edhe një injekcion që unë e marr një herë në javë, por se di nëse është ushqyes apo jo. Po nuk e di është ushqyes apo jo. A ta marr atë në sëfër apo të vazhdoj ta marr në kohën e tij ora 12 siç është e paraparë, sepse po mendoj t'ja filloj agjerimin e ditëve të hënë të hënte për të parapërgatitur për Ramazan. Allah ju nderoj dhe ju shpërblet. Amin. Se i përket injekcioneve, ato që nuk janë ushqyese, bën me i marrë edhe kur i agjerueshëm. Për shembull, ki temperaturë. Ki temperaturë, edhe me marrë injekcion për me ta hjek temperaturën, a lejohet.
Për shembull, ki dhimbjet mëdha, për me i qetësu dhimbjet, një injekcion qetësues a lejohet? Po. Mirë po, injeksionet ushqyese, ma konkretisht infuzionet, ato të cilat e forcojnë organizmin, e ushqejnë organizmin, ato e prishin agjerimin. Tash, ky që bëni pyetjen tha, unë nuk e di, tha, Nuk e di ashtu shqisë. ashta jo, tash, ti do të me ditë, jo ne. Tam. Pra, ky pyetësi do të me pyet atë mjekun që ja ka dhonë këtë diagnozë, që ja ka dhonë këtë udhëzim, me pyet, i nderuari doktor, që ky injeksion a ka do me thonë cilësi ushqyese, apo a është ushqyes, a nuk është. Nëse thët mjeku që ky e ushqen trupin me disa vitamina ose me disa kaloria apo me diçka të ngjashme, atëherë nuk lejohet, sepse po e forcon trupin, po ta ushqen trupin. Po nëse thotë jo, ky është për shembull ujë që bën qarkullimin, apo i djeg ato kalorit, apo i djeg ato mbeturin, ato ku ta diun, atëherë nuk është problem. Në një ndajkull. Po. Selam aleikum, për juve dhe hoxhën, se ka mundësi hoxha me na e dhanë një shpjegim pak më të gjerësishëm në lidhje me kuptimin e emrit të Zotit Ismizan. Qysh? Në emrit më të madh të Zotit Ismizan, thotë. Një shpjegim. Allah, Ismizan, jo hiç mos më thënë. Lexojnë klaba se studioni ç'është e ka shkruar për shkronjë. Ismizan, Po. jo s'ka emër të Zotit, Ismizan. Okej. Se ç'është për shkronjë? Jo sinqerisht nuk ka, se pas tani e kur në jetën tëmë. Emri Allahut Ismizan nuk e pas tani. Ismizan. Kemi edhe një pyetje të fundit, që është dërguar me shkem, thotë si nuse e re në shtëpi, po kam probleme do kushike të vjerrës, të cilat më keshin se nuse sa herë vinë me nejt. Sa që po kam probleme me vjerrën se po refuzoj edhe me një shërby her pas here. Mësh që ka shpëthët. Sa i përket shërbimit të kojshikeve të familjes së burrit, nuk e keni për obligim. Atë punë do të me rregullue vjerra jote, edhe atë punë do të me rregullue burri jot më përpara, me i tregua atyne që gruaja ime këtu nuk është shërbëtore për juve, me ardhë këtu ju me utall, e me bohajgare, e me përgojue, e me përqesh, e me nënçmue, me i njeru nusen, edhe me i bo shërbim, nuk pa. Kështu që motër e nderuar nuk i nevojë me shërby, se s'ta obligon as Zoti, as ta obligon tradita, as kultura, as kërkush të mi shërby, grave përgojuese, grave që merren me thashë thëme, që merren me përhapje, që merren me intriga, ku ta diun me çka. Kështu që ti shikoje burrin tën, shikoje fëmijët e tu, të mjaftojnë ata, atyne nuk i nevojë me u shërby fare, edhe te ki ma mirë, edhe ato besoj që e marrin përgjigjen ma drejt për drejt, që ma nuk ka mundësi me ardhë këtu, me hangër me pi edhe me përgoju, se nuk ka shërbëtore këtu për juve. Hoqë ka shpesante, Allah shpëbleft. Allah shpëbleft edhe ty, edhe stafin, edhe gjithë ata besimtarë që ishin me neve deri në këto momente, deri në takimet e radhës, qofshin në mëshire, në begatit, në mirësitë Allahu te bareke ve taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Amen, alaikum salam, bashkë me juve. Qëndrani me ne takohemi sot një javë. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirë mbetësit.